Përshëndetje dhe mirëmbrëma miq të dashur. Mirë se keni ardhur edhe sot në vizionin e pasdites live në ekranin e Vision Plus. Ka mbritur ora 17 dhe ne jemi gati për të qëndruar në transmetim të drejt për drejt deri rreth orës 18:10 dhe për të trajtuar tema nga më të ndryshmet. Kështu që emisionin sot e kemi të ndarë në tre pjesë shumë interesante, ndaj duhet të qëndroni deri në fund të na ndiqni përpara ekranit të vogël të televizorit, edhe për të marrë këshilla, por gjithashtu për të dëgjuar edhe eksperiencat personale që do të rrëfen pikërisht nga kjo studio e mrekullueshme. Pa humbur kohë, do të prezantoj temën e parë, sepse jemi tani zyrtarisht në fundjavë, kam mbritur e premtja pasdite dhe të gjithë nënat dhe baballarët tashmë kanë më tepër kohë në dispozicion për t'i përkushtuar të vegjëlve të tyre, sepse gjatë javës patjetër që kanë angazhimet të tyre dhe ndoshta nuk është se qëndrojnë gjatë, ndoshta janë edhe të lodhur edhe nuk mund t'i përkushtojnë ashtu siç ata duan, që të luajnë, që ndoshta të bëjnë rrëmuj edhe shtëpinë, që të gatuajnë, të vallëzojnë, të kërcejnë gjithçka tjetër. Dimri dihet që është një stinj që na mbyll brenda dhe që nuk ofron shumë alternativa për fëmijët, aq sa pranvera apo vera që kanë dispozicion edhe natyrën për të realizuar aktivitete të ndryshme. Kështu që Shkolla e Mamave është një projekt i cili ka zhvilluar së fundmi një takim me temë si të argëtojmë fëmijët brenda mureve të shtëpisë. Janë hedhur plot 30 ide të ndryshme dhe ne sot do të marrim koment mbi secilën prej tyre nga të ftuarat tona. Mirëpres pa humbur kohë të ftuarën e parë, ajo është menaxherja e projektit Ana Maria Seferaj. Mirë se na erdhe! Nëse që të kam në studio, mund të reatohesh të dashur. Mirë, prej disa kohësh, ju realizoni takime të ndryshme me nëna të reja që patjetër kanë nevojë për këshilla, apo jo? Dhe takimi i fundit ishte se si mundemi t'i argëtojmë fëmijët brenda mureve të shtëpisë. Po, realisht neve realizojmë takime prej 7 muajsh dhe takimi i fundi ka pas një sukses shumë i madh mes mamave të grupit tonë. Pse ishte gjithë ky sukses? Çfarë ndodhi? Është duke qenë dimër, duke qenë shumë ftohtë, sidomos moshën e vogël, 2 deri në 5 vjeç, është shumë e vështirë të gjesh një aktivitet jashtë shtëpisë, ti nxjerrësh në të ftohtë, ku ti do t'i qosh. Ndaj, ne kemi dhënë idera se si ato mund të kalojnë një mbasdite të këndshme me prindërit e tyre, duke kaluar këtë mbasdite, duke ndërtuar një gjë fëmijët, pastaj mund të merren 3-4 mbasdite të tjera me atë lodër. Po duke u shkëputur nga lërat që lidhen me teknologjinë e fundit, apo jo, Ana Maria? Natyrimisht, ideja është që të kalojmë mbasdite pa televizor. Pa televizor, pa internet, pa tablet, pa gjithë këto mjetet e zhura. Mirë. Të prezantoj edhe të ftuarën e dytë, ajo është Aida Kryekurti, psikologe. Mirë se na erdhe. Përshëndetje, nuk u takove? Pse nuk më takove? Hajde po takojon. Reato Aida. Edhe unë në vendin tim për të zhvilluar bisedën tonë shumë të këndshme, por gjithashtu edhe të gjitha nënat e reja besoj se janë të interesuara, ato që nuk kanë marrë pjesë në këtë takim. Çfarë ishte ndryshe kësaj here në projektin Shkolla e Mamave, Aida? Ndryshe këtë herë ishte sepse ishte diçka shumë praktike. Zakonisht takimet e mëparshme kanë qenë më shumë teorike dhe kanë qenë më shumë të fokusuara në prindërimin e mirë në fusha të tjera. Ndërsa këtë herë kishte bënë diçka që i prekte drejt për drejt marrëdhënien e tyre me fëmijët. Kështu që ishte shumë e nevojshme që të sillnim diçka më jetësore që u duhet vërtet në jetën e përditshme. Ana Maria, janë dhënë më shumë se sa 30 ide apo jo? Cilat prej tyre janë pëlqyer më shumë nga fëmijët? Një nga iderat të cilat kanë pëlqyer, unë personalisht kam një fëmijë të vogël dhe e kam provuar disa prej tyre në shtëpi kohë të fundit. Faleminderit. Një nga gjërat që është pëlqyer është plastelina me brum, me ngjyra. Plastelina është një nga gjërat të cilat ne i blejmë në dyqan, por ne i kemi treguar mamave se si mund t'i bëjmë vetë në shtëpi, ku mund t'i blejmë përbërësi për t'i bërë me ngjyra, sepse një nga problemet ishte, më falë, por ku do t'i gjejmë në ngjyrësat, ku do t'i gjejmë në ngjitse, ku do t'i gjejmë në materiale për t'i bërë këto gjërat. Dhe ne i kemi treguar dhe ku mund t'i blejnë. Një mënyrë shumë të mirë ishte të ndërtosh nga një karton të thjeshtë, ndërtosh një qytet i vërtet me kuti të vogla, të bësh parkingje, shtëpi, edhe të duash me makinat. Djem mund të luajnë me makinat, goca mund t'i vendosin kukullat e tyre të vogla. Dhe i vogli im ka kaluar disa mbasdite duke shpenzuar kohë me qytetit e tij të vogël, duke ngjyrosur, duke bërë rrugët, duke bërë parkingje dhe ashtu me radhë. Është një mënyrë shumë e mirë për ta mbajtur larg teknologjisë dhe
lojrave që i ka shumë të zakonshme. Cilat janë avantazhet të këtyre lojrave të ndryshme Aida në psikologjinë e fëmijës, sepse bëhet fjalë për të vegjël që nga mosha 2 vjeçare apo jo, ne përmendëm pak më përpara. Tani funksioni i lojës dihet shumë mirë sepse është le të themi puna kryesore me cilën fëmijët merret dhe dëshirojnë të kalojnë kohën e tyre. Përfitimet e këtyre lojrave ose më saktë punës kreative që është pjesë e këtyre lojrave që kemi prezantuar, janë përdorimi më i mirë i duarve, e cila më pas do të përkthehet edhe në përdorim të tyre në jetën e përditshme ose më vonë në shkollë. Stimulohet imagjinata dhe kreativiteti. Vetëvlerësimi përforcohet, sepse fëmijët ndihen të kënaqur mbasi përfundojnë një punim, prindri shpreh vlerësim dhe kjo përkthehet direkt në një vetëvlerësim për fëmijën. Ndërtohen ura më të mira komunikimi midis prindërve dhe fëmijëve, sepse ato lojrat në internet sado të mira qofshin për të zhvilluar imagjinatën, fantazinë e tyre, sërish i bëjnë fëmijët asociale, jo vetëm me bashkëmoshatarët në kopësht, në shkollë, por edhe me prindrit, sepse mami 1 minutë, babi 1 minutë, se ndoshta më kaloi loja, nuk e humba nivelin se kalova dot. Është shumë e vërtetë që kjo do të thotë që të kalosh më shumë kohë cilësore dhe të shëndetshme me fëmijën. Dhe detyrimisht do të çojë në më shumë komunikim, në më shumë eksplorim dhe ndarje mendimesh dhe pyetje dhe më shumë kohë e kaluar në këtë mënyrë. Me të kanë treguar se lojrat në internet, teknologjia, televizori, fëmijëve dhe moshës së vogël i acarojnë. Në raste e vëjnë re dhe mamat... I bëjnë nervoz. I bëjnë nervoz goxha. Ne kemi sugjeruar grupit tonë të mamave që provojnë 1 javë pa televizor. Çdo mbasditë dhe nga kjo ka nisur ideja e 33 lojrave. Do shta jo fare, mirë po të shkurtohet paksa koha në mënyrë që të përzihen programet. Do ta vëjnë re se brenda javës fëmia do fle më i qetë. Do kalojnë mbasditën më i qeshur, nuk do t'i dhëmbin syt, nuk do acarojt, nuk do nevrikoset, edhe gjumin është më i lodhur një mbasdite me lojrat se sa një mbasdite në televizor, pavarësisht se duket më i lodhur është më i acaruar në televizor se sa kur kalon kohën me prindrit. Mirë, kjo është apo këto ide të cilat u rahan në gjatë këtij takimi dhe u përcollën për prindrit, jo vetëm ata që janë të rinj, por ndoshta edhe ata që kanë fëmijë 2 të 3 dhe kështu me radhë. Ai ishin që të stimulonin vetëm atë idenë e lojës tek fëmijët apo në grup. Pra, mami mund të merret në punë të shtëpisë, mund të gatuajnë ndërkohë që djali apo vajza qëndron aty luan me plastelinë apo me mjete të tjera të ngjashme. Nëse bëhet fjalë për më tepër se një fëmijë në familje, janë lojra që mundohen shumë mirë ndërmjet fëmijëve. Po nëse bëhet fjalë për një, atëherë duhet patjetër të prezenca e prindit, sepse kjo është ideja, që prindit kalojnë kohë me fëmijën dhe sepse ka dhe disa lloje punësh nga ato që ne kemi prezantuar që kanë të nevojshme ndihmën e prindit. Pra janë punë me disa procese ku një pjesë bëhet nga prindi dhe një pjesë bëhet nga fëmia. Duhet pak që edhe prindi ta ketë dëshirën të merret me këto gjëra, me këtë lloj mënyre të kaluarit kohës me fëmijën. Mirë, ne flasim teorikisht, po në mënyrë praktike, Ana Maria, të rikthehemi edhe një herë ideve të ndryshme që keni përcjell aty, jam kurioze. Realisht, mamat kërkojnë gjërat të cilat i ndihmojnë që fëmijët të kalojnë kohën sa më shumë, sepse realiteti i tregon se jo të gjitha kanë ndihmë në shtëpi. Dhe shumë mama janë detyruara të vinë në shtëpi të bëjnë detyrat e tyre, drekën, darkën, detyrat e tyre. Neve para disa ditësh jemi përpjekur të listojmë edhe disa punë në të cilat fëmijë mund të përfshihen. Janë mama të cilat përpiqen të përfshin fëmijët sepse nuk kanë mënyrë tjetër. Është shumë e vërtetë se një fëmijë 2-3 vjeçar nuk mund të bëjë punët e shtëpisë, por mund të vinë të ndihmoj ty, ti thua të fshish ti plura, ti do t'i fshish mbrapa ti detyrimisht, por ati do t'i rritet vlerësimi, do t'i duket, shiko sa i madh që jam unë mund të bëj këtë gjë. Ndaj, shumë mama bëjnë edhe këtë, përdorin edhe këtë mënyrë, por edhe si shteti,
bëjmë plastelinën nga mielin dhe ngjyruset dhe ujë, mami mund të bëj gjellën njëkohësisht dhe thua, më ndihmo, ti do bësh bukën, unë do bëj këtë gjë, ti do bësh biskotat, unë do bëj këtë gjë, dhe kaloni në kuzhinë. Është shumë e vështirë të mbash një fëmijë 3 vjeçar në një vend më shumë se 10 minuta. Pra, e parë në planin edukativ ka shumë rezultat, apo jo? Paktën Ana Maria ti e ke provuar dhe ka funksionuar, apo jo? Funksionon, në shtëpinë tënde? Aktivizohet, më mëson më shumë për veten e tij. Sepse fëmijët tani... Të tregon më shumë? Po, më tregon më shumë çfarë i pëlqen, si i mendon gjëra, dhe unë kam mundësi për të marrë vesh më shumë gjëra se si ta trajtoj atë për të marrë rezultate sa më të mira. Mirë, një nga problemet që ndoshta prindrit e hasin shpesh, sidomos kur dalin në supermarkete apo në dyqane lojrash me fëmijët, është fakti që ata kanë qefet e veta, duan pafund, por përkthehen të gjitha në kosto, apo jo. Këto ide që keni përcjell në takimin me mamat, a kanë pasur në vetvete një lloj kostoje, Aida? Ideja kryesore ka qenë që këto materiale që përdoren për të ndërtuar këto lojra të kenë ose as pak kosto ose një kosto shumë minimale, dhe kjo bazohet në riciklimin e materialeve të ndryshme, të cilat i kemi në shtëpi ose mund t'i gjejmë shumë lehtë. Domethënë lojrat tona janë krijuar me idenë që të mos e lodhin dhe mamin për ta para përgatitur lojën. Kështu që shikoni përreth shtëpisë çfarë keni vërdall, dhe siç e tha, me një kuti kartoni krijohet një mami për shembull dha një ide që me një kuti kartoni ne kemi krijuar një stacion treni, dhe futeshin së bashku me fëmijën brenda dhe improvizonin me lojën e trenit, sepse fëmijët e vegjël e kanë shumë të preferuar lojën me sikur të bëjmë këtë ose sikur të bëjmë atë. E ti pse po qesh edhe sepse ndërkohë që isha duke imagjinuar, po imagjinoja jo vetëm shtëpinë rrëmuj me kutinë e kartonit, me trenin, prindrit aty edhe fëmijët, por edhe fëqinjët ngjitur. Kanë pasoja të dëmshme për ata, apo jo? Pak zhurmë mbase, sepse fëmijët janë shumë të zhurmshëm. Dhe njëri pëlqen futbollin edhe fillon nëpër muret e shtëpisë, çfarë nuk bëhet? Nuk shqetësohemi për komshi, por më shumë për gjërat tona në shtëpi. Ne kemi përshtatur lojrat në bazë të kushteve brenda shtëpisë, domethënë nuk bëhet fjalë për të lozur futboll brenda shtëpisë, kjo nuk është e mundur, po ama mund të luash volejboll e tenis me tullumbace, kështu që domethënë ideja është që të mos bëhet loja një stres për vetë prindin, sa të jetë i pari që ta bllokojë atë të luaj. Duhet të jetë mbështetës. Tani, mbyllur rrin ata se është dimër. Lojrat nuk blejnë sepse janë të shtrenjta. Çfarë të bëjnë tjetër? Fëmijët nuk duhet të shqetësojnë, atëherë duhet të shijojnë fëmijërinë ata tek e fundit, Aida. Patjetër, do të shijojnë. Futboll pak, ose muzikë me volum deri në maksimum? Në një orar dreke, sidomos. Nuk e di fëmijët e vegjël se sa mund të pëlqejnë volumin e lartë fëmijëve. Po tani të gjithë duhet përshtatemi me njëri tjetrin, edhe komshin do të shohim pak gjërat nga perspektiva e fëmijës. Ka më gjë më të bukur se sa e qeshura e një fëmije dhe lumturia e tyre, dhe jam e bindur se komshi s'do mërziten në rast se ato bërtasin dhe qeshin me zë të lartë. Qeshin, bërtasin, dëgjohet edhe muzikë, edhe kërcejnë edhe shpikin lojra. Po lojrat që mund t'jenë shumë familjare, që do të thotë është një këngë që ata krijojnë për njëri tjetrin, duke ruajtur identitetin brenda për brenda, janë këto të veçantat. A u këshillua në këtë takim lojra të personalizuara? Një nga idetë ka qenë krijimi i një libri kolazh quhet, i cili bëhet shumë thjesht me letër A4, të cilën e kap me kapse për të krijuar një idenë e librit, dhe fëmia bashkë me prindin presin figura ose personazhe ose bim ose kafsh, varet çfarë ka fëmia si hobi dhe që ka dëshirë t'i ketë si shumë që i ka shumë qejf, dhe i koleksionon në këtë libër. Kjo mund të kthehet edhe në shumë forma të tjera, mund të jetë edhe foto nga njëra moshë në tjetrën. Më thënë, mund të jetë të gjitha lojrat në vetvete, pavarësisht se i jepen nga ne në një formë, mund të personalizohen shumë mirë kur praktikohen nga fëmia, sepse fëmia e ka të natyrshme krijimtarinë, kështu që ai mund ta vendosë shumë mirë vetë se si ta transformojë një lojë. Mirë, që të hymë plotësisht në botën e fëmijëve, gazetarja jonë Suada Daci ka përgatitur një material lidhur me lojrat e ndryshme që ata mund të realizojnë. E ndjekim, rikthehemi pas pak sërish në studio. Një nga mënyrat për të kaluar kohën e lirë mbas dite, gjatë periudhës së dimrit, është
Lëra të ndryshme që mund të organizohen në prindrit, si dhe shumë punë kreative që bëhen me material që kemi në shtëpi. Para se fillojmë punën, do bëjmë një lojë e cila i bën ta fëmijë me qenë se sa po janë zuar, janë më energjik. Hajde të lamara? Për të bërë të punimin në grup, do përdorim një material që është bukë pesh, dhe në të do improvizojmë 3 fëmijë të vegjël që bëjnë ski, 2 shtëpi dhe një plak dëbore. Diti ngjyrave. Do doja një qenush, i qenushin e ke frikë, sa do doja dhe një mace, mace sti thua ik. Unë qenushin se kam frikë, mace sunit dhe mosik, sa do doja ti shikoja rreth e rrotu në shtëpi. Po kur qeni më vërsule, ti në vënde mos rapon, po kur macja prano ule, për të dele mos e zbon. Tani për të përfunduar shtëpinë, mungon të bëjmë bëjmë çatin, në të cilën do ngjisim pambukun për të krijuar idenë e dëborës. Bër pambuk? Bravo. Bër dhe ti pambuk? Bër pambuk aty? Bravo. Vendos pambuk. Do re mi, gjagje çfarë piano ti. 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 Unë jam këngë për ju fëmijë, ka këndoj më kot të gjithë. Anë mbano fushë mal në koncert në festival. Tani që i kemi bërë të gjitha proceset dhe i kemi ndërtuar gjërat e vogla, do të vendosim, do të bashkojmë pjesët në këtë bukë pesh. Atëherë kjo është puna e përfunduar, është një punë kërkon që fëmijët kenë durim dhe shumë përqendrim. Sa bukur që na kishin përshëndetur! Mirë, vura re Lora nga më të ndryshme, shumë të bukura, edhe unë përfshiva pak, po kërceja këtu me ato këngët e lezetshme. Cili është momenti ideal për t'i realizuar këto Lora në kushtet e shtëpisë, brenda në shtëpi? Hajta. Tani, fëmijët mund të jenë për kopshte, kështu që koha e lirë që mbetet për të kaluar me prindin është mbasditja. Por besoj se koha më frydhënëse për të marrë përqendrimin maksimal nga fëmijët, ndoshta edhe se përmes këtyre lojrave ti i përdor edhe për të mësuar koncepte më tepër. Ndoshta paraditja është në koha më e duhur. Kështu që kjo mund të jetë një iniciativë që mund të përdoret shumë mirë nga kopshtet. Pra, do të thënë, punët kreative të jenë pjesë e mësimit të koncepteve dhe mësimi mos të jetë formal, bëhet më kreativ, sepse përmes lojës fëmijët mësojnë më tepër. Sa rëndësi ka përfshirja e të dy prindërve, Ana Maria, sepse ndodh që nënat zakonisht qëndrojnë më pranë tyre, duke qenë kështu edhe më të kujdesshme, ndërsa baballarët gjithsesi e kanë atë hijen autoritare në shtëpi edhe e vështirë që ti ulesh aty në tapet të luajnë, të argëtohen së bashku me fëmijët. Me kënaqësi mund të them se më ka bërë shumë përshtypje faktin se baballarët në këto kohë të fundit kanë ndryshuar. Jashtëzakonisht shumë. Duke filluar nga fakti se përfshihen jashtëzakonisht shumë në rritjen e fëmijëve, janë baballarë që dinë shumë mirë si të masin temperaturën e fëmijëve dhe çfarë ilaçe marrin. Ato përfshihen shumë në jetën e fëmijëve. Është e vërtet se shumë shpesh mamat rrinë, për shembull të shtunave, rrinë në shtëpi dhe ata dalin me baballarët dhe shkojnë bëjnë aktivitete mbase më të bukura se sa bëjnë me neve. Sepse neve gjithmonë jemi të kushtëzuara nga duhet të ndrojmë, duhet të bëjmë këtë, ndërsa baballarët mund të shijojnë shumë më shumë kohën e kaluar me fëmijët. Por rëndësia e ekzistencës e tyre, si thoshte edhe Sigmund Freud, nuk mund të shikojmë një nevojë më të madhe në jetë se sa të mbrojsh nga babai.
Edhe marrëdhënia e prindërve është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme në rritjen e një fëmie. Ndaj duhen nxitur sa më shumë për të marrë pjesë në gjitha aktivitetet e fëmijëve. Shumë mirë. Meqense bëm një dallim midis nënës dhe babait, bëjmë një dallim midis fëmijëve të vegjël që janë vajzat atyre që janë djem, sepse kanë specifikat përkatëse besoj në lojra, apo jo? Në fakt, në ato lojra që ne kemi prezantuar nuk ka qenë ideja për t'i ndarë. Domethënë ka qenë ideja diçka që mund të jetë e pëlqyeshme për të dyja gjinit. Normalisht, duke u rritur fëmia do të filloj ta diferencoj veten nga gjinia tjetër, sepse për shkak vajzat kanë gjithmonë atë rozën të kuqe, djem shkojnë të bluja. Është e vërtetë, por kjo është mirë që fëmijët jenë pak më tolerant në këtë drejtim, dhe këtë vetëm edukatori i tyre mund t'u ofrojë, dhe siç është prindi dhe kopshti dhe shkolla. Për shembull, puna që u prezantua në insert ishte një punë në grup. Zakonisht kemi bërë një punë të njëjtë të gjithë, dhe prandaj ishte ndoshta pak më e vështirë për t'i komanduar të gjithë, sepse do ndajë detyra të ndryshme dhe ishte vështirësia që të binin dakord me punën që ju ra secilit. Dhe kjo është nën edhe për shkak të gjinisë, kupton? Por që deri në një farë moshe është mirë që punët jenë. Normalisht kur prindi i praktikon këto punë me fëmijën, do niset nga një kusht kryesor që është interesi i fëmijës. Pra, pavarësisht se çfarë gjinie ka. Ky është qëllimi i përbashkët, i punës tuaj, pa diskutim, dhe sa qef që është kur ti realizon punime nga më të ndryshmet me prindrit në shtëpi dhe nesër pastaj shkon dhe ja tregon shokëve dhe shoqeve apo ndoshta edhe mësuesve, edukatorëve në kopësht apo në shkollën përkatëse. Unë ju falenderoj shumë, ju uroj shumë sukses në punën tuaj. Faleminderit që ishit në studio dhe miraqi. Faleminderit. Është i gjatë përpara. Miq dashur, do të shkojmë tani në publicitet dhe kthehemi vetëm pas pak.